Të bashkëpunimit me qendrën ABA, sot ndodhemi në fermën bujqësore të Zotit Islam, pranë fshatit Golem i Madh, rrethin Lushnje. Tema e demonstrimit që kemi përzgjedhur sot është integrimi dhe zbatimi i teknologjive bashkëkohore apo të avancuara në fermën bujqësore me fokus investimin në ser. Disa nga objektivat që lidhen me të demonstrim janë informacion në raport me nivelin e përdorimit teknologjive nga ana e fermerëve në fermat bujqësore, po kryesisht kulturat apo investimin në ser, pse është e rëndësishme apo cili është roli, nevoja e zbatimit apo përdorimit teknologjive në fermat bujqësore, cilit janë faktorët që ndikojnë në aplikimin dhe zbatimin e teknologjive në fermat bujqësore, cilat janë disa nga sfidat apo problematikat që përballen sot fermerët në raport me aplikimin e teknologjive në fermat bujqësore, kryesisht investimeve në ser, si edhe disa shembuj apo rekomandime në raport me përdorimin dhe zbatimin e teknologjive në investimet në ser. Vlen të theksohet, ky sektor vazhdon të përballet me disa problematika, siç është migrimi i popullsisë nga zonat rurale, kryesisht i të rinjve, aksesi deri diku i kufizuar për financimin, kryesisht në raport me implementimin apo zbatimin e teknologjive, rritja e produktivitetit të fermave bujqësore, nevoja për modernizim, por edhe zbatimin e teknologjive të avancuara apo bashkëkohore dhe praktikave të reja inovative, orientim sa më të mirë të fermave drejt tregut vendas, por edhe ati pra rajonal apo për eksport. Në këtë kuadër, investimet në sera përben një nga aktivitetet më të rëndësishme, pasi u mundson fermerëve prodhim dhe punëzënie gjatë gjithë vitit, rrit potencialin jo vetëm të ardhurave, por edhe produktivitetit për njësi sipërfaqe, përmirësimin e cilësisë produkteve, por edhe sigurimin e standardeve sigurisë ushqimore, zbatimin dhe përdorimin e teknologjive inovative, që ne do të trajtojmë edhe në vijim, dhe ajo çfarë mundësi për kontraktim, furnizim të qëndrueshëm të tregut dhe ajo çfarë lidhet të sigurimit të tregut apo kërkesave që lidhen me tregun vendas, por edhe eksport. Se janë të nevojshme zbatimi i teknologjive bashkëkohore në fermat bujqësore. Ajo çfarë lidhet si në rastin apo periudhën që ne jemi temperaturat e larta, të thata, në një rreshjet, por jo vetëm, luatjet apo kushtet klimaterike, ndikojnë drejt në prodhimin dhe cilësinë e produkteve. Për investimet dhe ajo çfarë është e rëndësishme, teknologjitë avancuara përfshin pajisje, siç ne shohim sistemi i ujitjes me pika që do të trajtojmë në vijim, por jo vetëm pajisje, sensor dhe automatizim që mundsojnë kontroll më të mirë të temperaturës, lagështirës, ujitjes, ajrosjes, por edhe ajo çfarë lidhet kontrollit të sëmundjeve. Ajo çfarë ne duhet të theksojmë referuar investimeve në sera, në rastin konkret, sistemi i ujitjes me pika përben një teknologji të avancuar apo teknologji bashkëkohore. Por çfarë duhet kemi në konsiderat referuar këtij procesi? Së pari një rezervuar, pra ujë apo përmes puseve etj. Filtr apo pompë që bën furnizimin, tubacioni, sistemi siç është në rastin konkret, sensor, por edhe nëse është e mundur përmes skemave të subvencionimit që do të trajtojmë edhe në bisedën me Zotin Islam, kontrolluesve apo sensorëve apo kontrolluesve automatik. Cili është roli dhe rëndësia e investimit të teknologjive apo zbatimit teknologjive bashkëkohore në fermat bujqësore? Rrisin produktivitetin e investimeve në fermat bujqësore, rritin efektivitetin e investimeve, vendimarrje më të mirë, por jo vetëm, diversifikimin e aktiviteteve, rritin e eficiencës së shërbimeve agroteknike, lehtësojnë, por jo vetëm, qasjen në tregje, sa i përket vlerës inputeve, por shitjes produkteve që është e rëndësishme, ofrimin e informacionit të shpejtë dhe të saktë për fermerët, modernizimin e zinxhirit të vlerës, por jo vetëm, përmirësimin e cilësisë së produkteve, rritjen e mundësive për punësim, kryesisht për nxitje dhe mbështetjes së të rinjve për iniciativat e tyre sipërmarrëse, kryesisht në zonat rurale. Cila është nevoja për zbatimin e teknologjive? Së pari atë që ne theksuam, reduktimin e kostove, sasia e ujit përdorur, vlerim efikas, reduktimi i punës manuale, rritjen e cilësisë dhe gjushmërisë së produkteve, pra që nga prodhimi deri tek shitja, deri tek konsumatori final. Tjetër, zvoglimi i varësisë së punës manuale, çka do thotë ajo që mundëson të dhëna sa i përket kur fermerët kanë vështirësi patjetër për të siguruar fuqi punëtore, që lidhet me disa aktivitete apo parcela njëkohësisht, çka do thotë përdorimi i teknologjive apo zbatimi i teknologjive bën apo optimizon proceset e prodhimit dhe shërbimet agroteknike në ser. Sa të dhëna për teknologjitë e avancuara apo bashkëkohore që zbatohen në investimet në sera janë apo përfshin sistemin e ujitjes me pika për të siguruar një proces normal dhe optimizues të ujitjes, por jo vetëm, procesi i plerimit,
që lidhet përsëri sa i përket apo bashkëshoqëruar me sistemin e ujitjes, sensor për matjen e lagështirës, sensor për matjen e temperaturave, ajo që lidhet me ventilimin automatik sa i përket dritareve, por jo vetëm plasmaseve në sera, rrjetat që lidhen në raport me monitorimin dhe kontrollin sa i përket insekteve dhe dëmtuesve, monitorimi në distancë përmes sensorëve apo kamerave, programe për menaxhimin e aktiviteteve sa i përket gjithë proceseve që nga mbjellja dhe deri tek shitjen e produkteve, pra sa i përket shërbimeve agroteknike dhe mbajtjen e dokumentacionit përkatës, drone apo imazhe satellitore, por jo vetëm në serë, por edhe në fermat bujqësore, serat me hidroponi, çka do thotë që janë një qasje e re, që implementohet kryesisht në fermat bujqësore sa i përket gjithë proceseve në raport me tretësirën, por jo vetëm bazën ushqyese apo substratin, dhe ajo çfarë lidhet me kultivimin e produkteve gjatë gjithë vitit. Panelet fotovoltaike dhe ajo çfarë lidhet së fundi që po aplikohet apo zbatohet edhe inteligjenca artificiale. Për të theksuar çka do thotë si ka evoluar, por jo vetëm zbatuar teknologjitë në sektorin bujqësor, çka do thotë nga vitet 90 dhe deri në sot, patjetër ka pasur një evolim të implementimit, por edhe të ndryshimit të gjithë proceseve që lidhen me aktivitetet në sektorin bujqësor, por kryesisht investimet në sera. Çka do thotë përfshin apo ndaren apo klasifikohen në 5 kategori, siç është bujqësia precize, teknologjitë që lidhen me analizën e të dhënave, integrimin por jo vetëm përpunimin e të dhënave, sistemet inteligjente dhe ajo çfarë lidhet pajisjet celulare apo rrjetet sociale. Platformat që përdoren apo aplikohen sot në raport me investimet kryesisht në fermat bujqësore, por edhe në serë. Së pari, ABA Online, që është një platformë që ofron informacion, këshilla praktike për fermerët, por jo vetëm fermat bujqësore, aktivitetet në të gjithë spektrin që nga mbjellja dhe deri tek shitja e produkteve në sektorin bujqësor. Cilat janë disa përfundime dhe këshilla praktike për fermerët në raport me implementimin dhe përdorimin e teknologjive, por edhe praktikave inovative. Patjetër aty çfarë theksuam, digitalizimi dhe inovacioni për të bëjnë një instrument kryesor, kryesisht për transformimin e sektorit bujqësor apo zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit rural. Teknologjitë luajnë një rol të rëndësishëm në drejtim të reduktimit të kostave, rritjes së të ardhurave, përmirësimit të produktivitetit, rritjes së efektivitetit të investimeve, rritjes së eficiencës, por jo vetëm. Ajo çfarë optimizimit të shërbimeve agroteknike, sidomos në investimet në serë që nga sistemet pajisje, sensorët mundsojnë kontroll më të mirë të ujitjes, flerimit, temperaturave, aerosjes apo lagështirave, përmirësimit të cilësisë dhe gjushmërisë së produkteve. Dhe disa rekomandime, rritja e mbështetjes të fermerëve përmes kreditimit, përmes skemave kombëtare financiare, përmes granteve apo subvencioneve nga ZBR-ja, por jo vetëm, përmirësimi i njohurive dhe aftësive profesionale të fermerëve në drejtim të aplikimit dhe përdorimit të teknologjive, rritja e investimeve përmes programeve dhe mbështetjes teknike, zhvillimi dhe sigurimi i infrastrukturës digjitale, kryesisht në sektorin rural, sektorin bujqësor dhe në fokus fermat bujqësore, por ajo çfarë lidhet me investimet në serë. Dhe rritja e bashkëpunimit midis agjencisave publike, institucioneve akademike, por jo vetëm, qendrave kërkimore dhe aktorëve të tjerë për të nxitur zbatimin e teknologjive dhe praktikave inovative në fermat bujqësore. Për më shumë informacion, vizitoni platformën ABA Online, ku do të gjeni informacion të dhëna, këshilla praktike për gjithë aktivitetet në fermat bujqësore, plektorale, për të gjithë proceset dhe shërbimet agroteknike.